Rradhë të gjata kilometrike të kamioneve të tonazhit të rënd po kryon pothuajse çdo mbrëmje në aksin Morin-Vërmicë të rrugës Morin-Kukës në drejtim nga Shqipëria drejt Kosovës. Kamionët përgjatë rrugës presin për të hyrë në Kosovë përmes pikës doganore të Vërmicës. Drejtuesit e mjeteve të rënda bëjnë të ditur se pritjet të zgjasin nga 1 deri në 2 orë, ndërsa theksojnë se situata të tilla janë pothuajse të shpeshta. Sipas tyre, ndër arsyet kryesore të vonesave janë puna e ngadaltë në doganën e Vërmicës, rënjet e hepashershme të sistemit, si dhe koha e ndërrimit të doganierëve. Po, Që sa ku po prisi këtu në dogan? që një njërë. Po pse arsyeja? Valloj se di son të vesh në karo me prite pse se di. Di qa ko atje, në shta ko në e farë kontrole pak ma shumë, që po di. A, ku ka nëjë problem doganime, shka? Po, doganimet, po. Po, qysh so problem, po është zëten. Problem pe i të lumit sa bana qështu në rrugë. Atje po në vanë, këtë qështë, qa ma po. Ku po ju vonojnë? Atje, kur po ngarkuën, po dhëtë me prit kontrabandën, dhe i vinë me na për cilë. Ku, Shqipnia? Po, Qarë veni? për të romanë, në dërës. A, Ndurës, ha? Po. A ka le cilja këshu midis dy kufinave? Po, ka. S'kena problem, na me bota qa jem s'kem problem. Që 2 orë? Se kjo ka një rallë e gjatë e kamionave? Po gjithë që është kontrol, ndërimi tash bëhet ndërimi, e që shtu tash bëhet kolon. Edhe këtë problemet që për shembull që kur po nisëm atje, po nisëm ka 10, 15, 20 për një herë, që shtu tash bëhet alla vipo bëhet të gjithë. Edhe kur bëhet tash ndërimi normal që gjithë që shtu është. A është për shkak ndërimit të... Po është pak ndërimi ton për nisëm për një herë, çfarë ashtu tash. Edhe po vjen kolona sa ora po A bëhet. ndodh vazhdimisht kjo apo... Gjithë. Çka si, a është si probleme për ju si drejtues? Po ç'është problem? Problemi se çu në 6 mëngjes, dhe shkojmë në shtëpi bëhet 10-11 orë të natës. Apo prapë më çu apo të mëngjes, Çka duhet me bëhe për më lecu ky? me punu më shumë, më shpejt edhe në rregull bëhet çdo sen. Dha është problemi doganës Kosovës, Vërmicës. Po ndoshta edhe Kosovës, ndoshta edhe Shqipërisë, edhe ndoshta tonë ka pak çështë po ndikojnë edhe ta lodhën normal. Gjithë kjo maçi lodhën. Faleminderit. Asnjëherë. Po gjithë kjo rradhë kilometrike. Nuk ka gjithë kjo. Është herë. Po pse? Po pse shko pyti doganierat? Edhe polici. punojnë, a shka bërë? Ha? As punojnë. Nuk e di, s'ka karreta. Ju ka rao sistemi, ata shko pyti, jo neve, se na s'dim kur gjë. Na je vesh migra. Kur keni ardhur këtu në kufi? Qa ore? Tash i bëj 1 orë e 20 minuta. Që jam kufe. E këto pritjet e gjata shkaktojnë ndaj problema, sena. Po që shka kënë A është... stres të i Po shoferat e... krejt shka këtë, se 1 orë e 20 minuta isha shku në shpega aty. Unë jam halon kufe. Përveç e vonesave në dorëzim në kohë të mallrave, pritjet e gjata në kufi po krijojnë stres të shtuar për transportuesit, të cilët duhet të përballen edhe me temperatura të ulta të orëve të mbrëmjes. Ata theksojnë se fluksi i madh i mallrave, sidomos në orët e mbrëmjes, kërkon angazhim të madh institucional, pasi vonesat e vazhdueshme në këtë pikë kufitare po ndikojnë drejt për drejt në koston e transportit dhe në sigurinë e drejtuesve të mjeteve.